kuptoj, unë një javë Lornës i dha shko që ne të kishin biseda më njerëzore, më shoqërore dhe Lorna mua më shtyu vetë me duart e veta. Që kur erdhi Ina dhe përdor tani të gjithë termat e Inës. Unë nëse kam thonë e konsumuar, nuk i kam thënë do të më dëgjoj mua. E di që xhelozon dhe këtu, po do të më dëgjoj mua. Ne më ta dëgjoj jam. E di, e kam thënë e konsumuar në loj, po Lorna është ka rolin e viktimës, i merr fjalën, i përfshet si do. E ka thënë për fakti që unë nuk kam fëmijë, gënjen! Gënjen, që nuk është fare vërtet. Gënjen, mashtruese, gënjen! E ke thënë për tjetër gjë. Nëse do ishte për faktin që Lorna nuk ka fëmijë, dhe këto terma që nuk dua të them fare, do ishte bërë temë bisede në prag. Kështu që boll viktimizimi. Sot në kazon boll viktimizimi. Sot ka kam ku ka pasur tjerë. Po jo kam thënë të s'më mirë se ti. Erdhe këtu dhe Leon vazhdoi ta them që Lorna është xheloze dhe do më shumë kisha në rolin e tij. Vajza, e kuptuam. Miri. Prandaj thes tek e larg. Ke diçka për të thënë? Jo, do të them vetëm diçka se para disa ditësh, nuk e di çfarë konteksti e kishte Lorna, më tha, ti Miri ke dal nga tregu. Po, ta them u pse. Ta them u pse. Po, e futëm me tur. Nga tregu i kujt? Nga tregu çom. Nga tregu çam. Komplet nga tregu çom. Po, Ledion. E di shumë mirë pse se aty afër në Skrimshyrit është tregu çam. Miri është i zënë. Prandaj ka thënë të dalë tregu. E qartë. E di shumë mirë ai. Pra për këtë, pra ke dalë nga tregu është për këtë. O Ledion, është gjithmonë, shiko Lorna, është gjithmonë, ti e din kush është këtu, kush është këtu, po, patjetër. Okej, Greta, se dhe nuk të lash mundësi të flisje që parë. Çfarë mendimi ke ti për të gjithë këtë çështje? Pra ti je shumë afër Selin, po ndërkohë nuk është se ke në një mendim të caktuar të mirë për Mirin, po ndërkohë me Lornën besoj ke ambasadat e djegura, apo jo? Atëherë. Ledion, para se ta lej me fol. Nga ata një emrapët ja vim emrin Borzeza, jo për Bardha. Vdes ti Flori për Borzezën, vdes. Në kuptim shoqëror të kuptohet. E kam ndërshoqen më të mirë Greta. Po. E ke pikë të dobët. Edhe unë Florin. Po, keni krijuar një marrëdhënie miqësore, po mos ma fikni debatin, ë Greta. Greta, jepi. Atëherë. Po. T'lutem. O Erik, t'lutem. Faleminderit. O Miri tani, Po të dëgjojmë. Ju lutem banor Greta, flet vetëm Greta. Ka mendimet e mia, boll moment e gjë. Se na lodhe, basta, je boj lodhshëm. E kupton apo jo? Që nuk jemi tre. Se unë ka mendime komplet ndryshe. Për secilin, a e kupton? Po çfarë tipi? Pash dije, se sa mos u justifiko. O Erik. Greta. Nëse, atëherë, Miri ti vjen shumë mirë kjo situata, dihet se i shkon për shtat, po. Patjetër, knaqet. Lorna shkrihet para Mirit. Shkrihet, mendon? Shkrihet komplet. Si akullore. Para kesit do të marri rolin e Selinës që ka me Mirin, do të drejtoj kesin dhe bon ironi mami. Prandaj i këndon Stenaldo atë këngën. Bravo. Se kuptoja kur nga doli ajo kënga, Stenaldo për këtë punë është. Jo, ka një sekond. Ka një gjë interesante për të thënë këtu. Mbas është rasti i parë një histori Big Brotherit botërisht, që dy njerëz adoptojnë dy të tjerë brenda shtëpisë. Dhe prit. Dhe Ledion, do ishte, po prit. Dhe do ishte akoma dhe më unike, sikur këta të dy që kanë adoptuar të martoheshin bashkë. Arbër. Jemi partur nga jashtë.
Nuk është e thënë që të jenë dakord të gjithë aty me njëri tjetrin, po si e shikon ti këtë dinamikën mes Selin, Lornës dhe natyrisht Mirit në mes. Sjellja e Lornës më duket tamam si Ju lutem banor, ngrini pak zërin e opinionistëve në shtëpi. Sjellja e Lornës më duket tamam si sjellja e Dhelprës. Që kurse kapi do të tha, "Bën për mua", tha, "S'është tha. S'është për mua", tha. Nuk ka lidhje fare Arbër. Unë me Miri jam zënë gjatë publicitetit Prime dhe i thash unë nuk të flas më dhe cit. Edhe unë kam thënë lidhje pesha të tjerë, kanë një tjetër. Ka lidhje. Nuk ka lidhje fare. Dhe Kiri nuk ka lidhje fare me situatën. Atëre, banor, nuk po bëjmë interpelancë. Kjo është e vërtetë. Stop! Lorna, du të vetëm... Atëre, secili ka opinionin e vet. Nuk jeni edhe ju të detyruar, si kundër edhe ata që na ndjekin nga shtëpia, që të jenë dakord me opinionin e Arbrit apo Monikës. Ton mendimin e tyre në lidhje me diçka dhe kaq. Arbër. Që ta mbaroj tani se ku vërtet Lorna unë edhe frikson. Kam një çik frikë. Mua më frymëzon se filloi bërtas dhe unë. Unë mendoj që është pikërisht si roli i Dhelprës dhe tashmë ka marrë pozicionin që po kërkon aleat tjetër për t'i thënë Mirit që edhe se më lëshove ti apo s'ma afrove, s'pyes për ty se ka dhe tjerë këtu. Ku e lexoj unë sjelljen e Monika? Unë shikoj Mirin, molla e Sherit, edhe i çik tiknojnë atë këngën e Minatorit, si ka qenë mori molla me shërbet. Po, Miri kështu. Po, sa shumë për Mirin po zihen ato. Megjithatë unë Monika, unë jam zënë për qastin që ka patur Lorna kundrejt meje, jo për Mirin. Zemra ti je në rregull me Mirin, mos ju ndajnë. Jo, unë them për marrëdhënien që ka Lorna. Lorna dëgjon komeditë e juaja dhe vjen thonë po ti ke stekën e lartë me ty nuk flitë je në delir. Si e kuptoj unë Lornën? Lorna bën strategji. Lorna nuk ka rin dot aty ku donte të shkonte, domethënë në marrëdhënien ose në Kemolla me shërbet. Kemolla me shërbet. Dhe Lorna punon për finalen dhe thotë sido që të ndodhi në finale 4-5 veta do shkojnë. Sa më shumë të eliminoj femra, aq më lartë kanë probabilitetin që të arrisë në finale. Dhe mundohet që dashje pa dashje të krijojë edhe një skend vjetër, po që nuk ngjit. Kështu që dhe një sugjerim, unë bërtas për vete shumë Lorna, po mos bërtita shumë se Ilir Vrenozi thotë më mirë të kisha netat e mrena se sa dola këtu jashtë se në u të shmëndëm nga zhurma. Jemi dashë. Jo, Iliri duket që po është brenda. O, Iliri, we love you. Okej. Jemi dashë të dyja, Monika. Atëre, Mal. Si është ajo